Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për shenjën e peshores për muajin maj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshores. Dhe për të gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim si do jetë ky muaj për shenjën tuaj. Më falni se po edhe javën e dytë, atëherë fillojmë me javën e parë. Në javën e parë ju shoh që ju do bëni fillime të reja. Dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit që jeni ju, energji të shenjave të ujit dhe përsëri energji të shenjave të ajrit. Është një fillim i ri, ju dëshironi të bëni fillime diskutimesh gjatë fillimit të muajit në javën e parë. Dhe këto fillime diskutimesh ju mund t'i keni në lidhje me njofjet që keni, në lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër mund të keni diskutime me fëmijët tuaj ose te vendi punës në ku ju jeni, ju dëshironi të bëni një fillim të ri dhe aty do hyni në diskutime për ta bërë këtë fillim të ri. Me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, ju shoh që do merrni lajme të mira, një pjesë tjetër mund të keni të bëni dhe me pjesën e dokumentave dhe ju do merrni lajme të mira, mbas një fillimi të ri dhe mbas disa diskutimeve që do keni. Gjithsesi, nuk e di, ju shoh që ju ose do merrni një zhgënjim në javën e parë ose do bini pak të mërzitur në fund të javës. Një pjesë prej jush mund të keni diskutime në njofje, lidhjet ose marrëdhënie dhe aty të merrni një zhgënjim. Për pjesën tjetër, dëshironi të bëni një njofje të re, fillimin e një njofje të re dhe do zhgënjeheni ose do mërziteni pak nga ky person. Për disa të tjerë, mund të keni një fillim të ri në punë, mund të jetë në projekte, bashkëpunime, dhe shoh që aty mund të merrni goditje, mund të merrni një zhgënjim. Ju ndoshta nuk e keni pritur këtë gjë. Por këtë mund ta lidhni dhe me situata të ndryshme që ju mund të keni, te vendi punës, nga ana ekonomike, por edhe në situata të ndryshme që mund të keni. Dhe shohim në javën e dytë. Në javën e dytë, ju shoh keni ngecur në mendime negative, ose ju më saktë do t'ju ngelet në mendje ky zhgënjim që do merrni. Në një rast, ose ju do mërziteni pak në situata, në lidhje me disa diskutime, dhe kjo gjë do t'ju ngecet në mendimet tuaja. Dhe do filloni pastaj ti mendoni gjërat edhe negativisht. Por unë shoh që rrugën e keni të hapur, dilni nga këto mendime negative, dhe tham, kjo mund të ketë të bëjë në lidhje në lidhje me dashurinë, me njofjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet. Sepse disa prej jush, ju shikoj që ju mungon një person. Ndoshta ju keni dashur të bëni një fillim të ri në dashuri dhe merrni një zhgënjim nga ky person, dhe kjo gjë do t'ju ngecet në mendimet tuaja, por ju do ta ndjeni mungesën e këtij personi. Ose në rastin tjetër, në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, aty mund të ndodhi diçka, ju mund të mërziteni pak dhe kjo gjë do t'ju ngelet në mendimet tuaja, dhe shoh që ju do ndjeni një lloj mungese, ndoshta dhe emocionale, në lidhje me partnerin ose me partneren tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër, kjo mund të ketë lidhje me punë ose nga ana ekonomike, sepse ju shoh që ju do ngeleni me pak para në duar gjatë javës së dytë. Ndoshta do shpenzoni shumë dhe kjo gjë do t'ju ngecet pak në mendime. Për një pjesë tjetër, ju shoh shumë të lodhur. Mund të jeni të lodhur fizikisht, por mund të jeni dhe psikologjikisht, nga situata që mund të kaloni. Gjithsesi, ju shoh që ju do t'i lini mbrapa këto probleme në fund të javës së dytë
Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, të tokës, por dhe të zjarit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Ju shoh që ju do t'i lini mbrapa të gjitha problemet dhe vështirësitë që keni kaluar. Në fund të javës së tretë, ju shoh më me energji, por ndërkohë ju do t'i vendosni qëllimet vetes për të ecur përpara. Në qoftë se ju mungon një person ose zhgënjeni nga një person, atëherë ju do t'i lini mbrapa këto gjëra dhe do ecni përpara. Por edhe në lidhje me marrëdhëniet, punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, ju do gjeni forcën për t'i lënë mbrapa dhe për të ecur dhe për t'u treguar të kujdesshëm në lidhje me çfarëdo lloj situate që të keni. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit që jeni dhe ju vetë, të tokës, energjitë shenjave të tokës, përsëri dhe energjitë shenjave të ajrit, shumë fort ajër tokë gjatë 3 javëve të para. Gjithsesi ju shoh që do merrni vendime të rëndësishme, një pjesë prej jush mund të merrni një vendim në lidhje me një person që ju keni qenë në njohje, në lidhje, keni marrë një zhgënjim nga ky person. Mund t'ju kenë ngecur disa situata në mendimet tuaja dhe ka ardhur momenti në javën e tretë, në fillimin e javës së tretë, që ju të merrni një vendim. Sepse ju shoh që ndiheni pak të pakënaqur ose ju keni investuar shumë te ky person dhe personi nuk ja u ka kthyer këtë dashuri. Dhe ju shoh në fund të javës do jeni shumë të prerë në lidhje, do merrni vendime të rëndësishme, por do përdorni më tepër pjesën e logjikës dhe ju shoh që zemrën sikur do ta mbyllni pak. Dhe kjo ka vlerë edhe për personat që mund të jenë në marrëdhënie. Dhe marrëdhënie mund të jenë nga më të ndryshme, nuk do të thotë vetëm marrëdhënie në çift. Mund të jenë marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie të ndryshme familjare. Dhe ju shoh që ju do përdorni pjesën e logjikës, por do jeni dhe të prerë në vendimet që ju do merrni. Për një pjesë tjetër do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me punën tuaj. Ju shoh që ju keni punuar shumë. Për një pjesë prej jush mund të keni punuar shumë dhe keni përfituar shumë pak nga puna që bëni, ose në rastin tjetër për një pjesë tjetër ju keni arritur deri në një lloj standardi dhe tani është një periudhë që ju do keni ide të tjera në lidhje me punën, me projektet, me bashkëpunime të ndryshme ose dhe me karrierën tuaj. Dhe ju shoh që do përdorni logjikën në lidhje me këtë gjë. Domethënë do jeni duke menduar rreth ideve që ju do keni gjatë kësaj periudhe. Por këtë e shoh edhe nga ana ekonomike shumë fort, ndërsa një pjesë tjetër mund të keni të bëni me institucione shtetërore. Nuk e di, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të jenë dokumenta pune, dokumenta studimesh, dokumenta shtëpish, dokumenta makinash, mund t'i merrni dokumentat nga më të ndryshmet. Dhe shoh që aty mund ta hasni me një person që është pak i prerë nga natyra, ose një pjesë tjetër prej jush mund të keni të bëni te vendi punës dhe me një person që është pak narcist. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Nuk e mendoja që ky muaj të ishte kaq me këto situata, gjithsesi në javën e katërt është një javë fantastike. Edhe pse po të shohim në një fillim të javës së parë jeni në gjendje pagjumësie, stresi për një kohë të gjatë. Dhe këtu kemi të bëjmë energjitë shenjave të ajrit, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të zjarit dhe kemi 3 energji këtu, që është energjia e shenjës së peshores, demit, por edhe shigjetarit. Jeni në energjinë tuaj në fund të muajit dhe gjërat ndryshojnë. Gjithsesi, do jeni në gjendje pagjumësie dhe stresi, duke menduar në lidhje me zhgënjimet, me situata të ndryshme, me mungesa që mund të keni pasur në lidhje me dashurinë, me mungesën e një personi, me një mungesë ekonomike për pjesën tjetër, ndërsa dhe kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë kjo situatë, ose për një pjesë tjetër në lidhje me shëndetin tuaj.
Duhet të bëni një kontroll mjekësor, sepse kjo është energjia e qendrës, duhet keni kujdes gjatë javës së dytë, mesit të javës së dytë në lidhje me shëndetin tuaj, sepse ju shoh shumë të lodhur fizikisht, por dhe psikologjikisht. Dhe këtë do ta transmetoni në javën e 4, ku ju do jeni duke menduar në gjendje pagjumësie në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Mund të jenë situata me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me dokumentat, situata me institucione shtetërore që mund të keni të bëni, por edhe në marrëdhënie shoqërore, familjare, mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Gjithsesi, në mesin e javës së 4 ju do gjeni forcën dhe do pozicionoheni, do jeni në një pozicion mbretëror, do dilni nga kjo situatë, dhe do keni një energji të jashtëzakonshme. Ose ju nuk dëshironi ta transmetoni te të tjerët këtë situatë dhe dëshironi që të shikoheni nga të tjerët si një person që ka një energji, që është në një pozicion të mirë, por gjithsesi unë ju shoh në një pozicion të tillë dhe me qëllime në veten tuaj. Dhe ju do t'i vendosni qëllimet mbas kësaj situate në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër, ju do t'i vendosni qëllime vetes në familjen tuaj, në marrëdhënie të ndryshme që keni shoqërore ose familjare, por edhe me punën tuaj. Mund të keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe dhe në fund të muajit është fantastike sepse ju keni fillime dhe zhvillime të mira. Jeni në energjinë tuaj këtu. Dhe kjo do t'ju bëj që ju në mes të javës së 4 t'i vendosni qëllime vetes dhe në fund të javës së 4 të bëni fillime të reja. Dhe këtu kemi fillime të reja në dashuri. Mund të jetë fillimi i një shtatzanie. Mund të jetë fillimi një pune të re, i një projekti, i një bashkëpunimi të ri. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje dhe me fillimi një kursi, i një nuk e di, një trajnimi ose fillim dokumentash për një pjesë tjetër, por gjithsesi janë fillime të reja, një fillim i ri ekonomik që do sjellë zhvillime shumë të mira në të ardhmen. Dhe do sjellë bollëk, do sjellë dhe prosperitet. Ju do harini të rigjeneroheni deri në fund të këtij muaji dhe do gjeni forcën për të bërë fillimet që ju dëshironi dhe për t'i çuar para, por edhe fati do t'ju ndihmojë. Dhe vazhdojmë, shohim një mesazh nga anjëjt se çfarë ju thon, çfarë mesazhi ju japin. Dolën 2 mesazhe, më duhet i lexoj, është numri 1 dhe numri 6. Dhe kemi numri 1, është karta e magjistarit, është angjëlli juaj mbrojtës që ju thot, ju jeni gati, keni brenda vetes gjithçka për të ecur përpara ose për të bërë zgjedhjet tuaja. Jeta është e magjishme dhe është një mesazh fantastik që angjëjt ju japin, por ndërkohë do jeni të mbështetur sepse ju i keni të gjitha mundësitë për të bërë këto fillime të reja që dhe për t'i çuar përpara, por keni dhe forcën dhe energjinë për ta bërë këtë. Dhe kemi numrin 6, që është karta e të dashuruarve dhe ju thot, ju keni një lidhje të ngushtë. Mendoni me kujdes thot para se të merrni vendimin tuaj dhe ju uron një shëndet më të mirë. Atëherë, nëse jeni në gjendje pagjumësie, stresi, në lidhje me një person, atëherë mendojni mirë, sepse unë ju shoh dhe me vendime, merrni forcën brenda vetes dhe bëni gjërat që atë që është më e mirë për ju. Nëse ky person e meriton, atëherë ju mund të merrni një vendim në lidhje me këtë person. Në rastin tjetër, nëse është një punë që vërtet ju jeni të lidhur ngushtë dhe vërtet nuk ju krijon stres, tension, nuk ka situata të tilla siç mund të ketë këtu ose një zhgënjim ose atëherë mendojeni me kujdes nëse ju e doni ta vazhdoni atë punë ose jo. Por unë shoh që në fund të muajit ju do keni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira, si në punë, në projekte, në bashkëpunime,
të ndryshme, por dhe në lidhje me gjithçka. Ose kjo ka lidhje dhe në një lidhje të ngushtë shoqërore. Mund të keni një person që e keni shumë të afërt, mund të jetë një person që ju ka zhgënjyer. Atëherë ju duhet ta mendoni dhe të merrni vendimin e duhur edhe në lidhje me këtë person, ose edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Gjithsesi, e rëndësishme është që në fund të muajit do gjeni forcën për të bërë fillime të reja, për të çuar para, thjesht kujdesuni në lidhje me shëndetin tuaj. Kjo është më e rëndësishme dhe në javën e parë me një zhgënjim ose ju mund të mërziteni nga situata, nga fillimet e reja që dëshironi të bëni. Por këto fillime të reja mund të kenë lidhje edhe me fëmijët tuaj. Atëherë kjo ishte për ju. Ju uroj përsëri një muaj të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë dëgjohemi në videot e radhës.